porti i Detari Durrësit është bërë pjesë e aktiviteteve të shumta të ndryshme për promovimin e turizmit. Për të dytin vit radhazi ai ka hapur dyert për vizitorët, duke u kthyer në një shesh të madh argëtimi. Ndiqeni. Sezoni i ri turistik në Durrës ka nisur prej gati një muaji dhe në aktivitetet që po organizohen në funksion të turizmit është përfshirë edhe eventi dyditor Ditët e hapura të portit detar. Për të dytin vit radhazi, porti më i madh në vend kthehet në një shesh të madh argëtimi, duke hapur dyert për vizitorët vendas e të huaj. Jemi kujdesur që në këtë ambient të ketë mjetet të ushtrisë, mjetet të policisë, të anive detare, pra një gamë gjërë mjetësh transporti, qofshin detare apo dhe të transportit rrugor. Natyrisht që jemi të kënaqur që ka një prezencë të madhe, siç do i vetë keni parë. Publiku është i kënaqur për sa i përket hapjes që kemi bërë portin në ditë. Shpresojmë që të ketë një festë e cila të mirëpritet nga gjithë publiku i Durrësit. Risia e aktivitetit të sivjetshëm është prezantimi një roboti në New York, mjet i cili komandohet në distancë dhe është i pajisur me mjetet e posaçme për filmime dhe fotografi. Unë në çfarë lloj momenti mund të bëj zhytje, mund të eci para dhe në të njëjtin moment kamera që është brenda robotit më shfaq në mënyrë live drejt për drejti në monitorin tim. Dhe në bazë të ekzigjencave unë mund ta zhys ose mund të filmoj atje ku më intereson, qoftë nga ana e zbulimeve arkeologjike, qoftë nga ana e studimeve. Në agjendën e aktiviteteve janë përfshirë ture në ambientet e portit, të kapitenerisë dhe forcës së sigurisë dhe koncerte të ndryshme. Më ka pëlqyer shumë. Edhe kalamajt kënaqen kanë në për anija tani e gjithë. Gjë e bukur. Argëtimi i mirë. I pazakonshëm. Asnjëherë nuk ka ndodhur në qytetin e Durrësit një atmosferë kaq e mirë. Shumë i bukur, fëmijët partojnë shumë. Ndërsa në kalatat 4 dhe 5 qëndrojnë të ankurura disa mjete lundruese që përbën një pjesë të historisë së portit, e cila së bashku me historinë e qytetit të lashtë është pasqyruar në një ekspozit fotografike.